Sot të paktën letër është sfidë lehtë për skuadrën e Partizani sepse luan përballë Tërbunit, vendet e fundit të renditje dhe megjitha një skuadër me shumë probleme si ajo Pukiane. Megjithatë skuadra e Starovës kërkon 3 pikët për të ruajtur Kreun dhe për të ruajtur gjithashtu diferencën me skuadrën e Skënderbeut që duaj. Mirë topën në fazë çon në Kreun e Djatek Karapici. Vjen krusimi i lartë brenda zonës, ka dalë Alban Hoxha në dy kohë, arrin të kontrollojë topin. Për një faul, Mazreka i vjen në gjyqtari, topi në Kreun e Djatek Malindi. Një krusimi Malindi brenda zonës, Nikaj. Nuk arrin dot gjej goditjen saktë drejt portës Alban Hoxhës. Në Kreun e Majt është Kalari. I larë krusimi brenda zonës, Ibrahimi, topi është aty, goditja 1-0. Realizon Partizani, Labinot Ibrahimi. Minuta e 30. Shplokohet në fund sfida. 30 minuta lojë mjaftojnë skuadrës Partizani për që dërgojnë avantazhet në anë të mbrojtjes së Kreut Djath. Labinot Ibrahimi. Kalari. Mazreka i preket lehtë, kërkon shërbej Sukaj në mbrojtje fill topin ai. Mentor Mazrekaj. Hyrë zonës godet, qëndron e tentativën e tij ka pritur Haxho. Gjon aksioni për Partizani, Mazreka 1 minutë shtesë në fundin e këtij pjesë të parë. Provojnë të kuqt, pasimi në Kreun e Majt mirë dhe Kalari, topin në qendër këtë devijim. Më pas Ibrahimi, rrjedhë e jashtme. Çfarë mundësie për të dërguar në dytë për Partizani, sërish Labinot Ibrahimi. I ka shkuar shumë pranë golit dytë personal të dytit për skuadrën e Partizanit. Konta ancoj vetë mjaftin Mazreka, pasin e Racic! 2-0 Partizani! Stefan Racic! Arrin në fund gjej golin, është i pari i këtij sezoni me Partizani për Stefan Racic. Por sigurisht një meritë veçantë shumë të madhe dhe ky gol ka mentor Mazrekaj. Ku mërsuni për skuadrën e Partizanit, këto për Racic me njërë tek Xhemail Sukaj. Brenda zonës Sukaj ka mundësi godet jashtë. Çfarë rasti për Xhemail Sukaj? Bardi, Mazrekaj mjafton në kombinimi përballë portierit. Haxho, porta është bosh, kjo goditje 3-0. Gjen më në fund golin Xhemail Sukaj. 3-0 Partizani. Pas 6 javësh rikthehet e goli Xhemail Sukaj, golashuesi më i mirë i të kuqve. 3-0, por sigurisht ky është një aksion vërtet mjaft i bukur pavarësisht finalizimit të Sukajt. Ku provon Racic. 4-0, pabesueshme. Se si ka qenë vetëm përballë portierit Stefan Racic. 2 gol që ti, 4-0 Partizani dhe shmë të shtuar totalisht skuadra e Tërbunit. Astrid Fazliu. Kërkon ancoj vetë brenda zonës, Fazliu godet. Pret Haxho. Ka qenë iniciativë personale e Astrid Fazliut, që është heroj të sfidës kundër Vllaznisë. Top drejt zonës. Që të mundësi, pret Alban Hoxha pas, largohet ai top. Dhe ky është rasti parë i rrezikshëm për skuadrën e Tërbunit. Vërshëllën gjyqtari, përfundon gjithçka në qema stafa, Partizani triumfon 4-0 përballë Tërbunit.